Nuk ka ndryshim, sërish do ta kemi pra kandidatën zonjën Albulena Haxhiu. Sigurisht votimi i fshehtë nuk është shkelje as ligjore, as procedurale, edhe besoj që do të shkojmë në njëjtën formë. Subjektet politike tashmë i kanë qëndrimet e veta, unë nuk e kuptoj pse nuk hyjnë në votim të fshehtë. Dhe ndoshta kjo na shtyn në idenë asaj që ata mund të kenë frikë ndoshta nga deputetët e tyre, mirë po nuk e besoj këtë, pra të shkojmë me votim të fshehtë, vullneti i deputetit është vullneti i qytetarëve, prandaj edhe ta zhbllokojmë këtë pjesë për të kaluar te pjesa e qeverisë. Faleminderit shumë. Do një iniciativë për të takuar sërish apo për të ftuar partitë politike që kemi parë më Po kjo çështje është e kryetarit tashmë, kryetarit ton, kryeministrit Kurti, i cili besoj që e pati një iniciativë të tillë, duke i thirrë liderët që të konsultohet. Kësa iniciative ju përgjesh vetëm një, domethënë, subjekt politik, siç është e Partia Demokratike e Kosovës, pra kryetari i saj zotri Krasniqi, ku diskutimet kanë qenë transparente. Aty nuk u përgjesh pra Lidha Demokratike e Kosovës, madje e konsideroj si humor. Unë mendoj që duhet gjenden mënyra, rrugë, tentime të ndryshme që ta zhbllokojmë këtë situatë. Faleminderit shumë. Se ju votimin e fshehtë? Sepse me qenë se pra janë këto numra cilat janë tashmë, e që cilat ju po i shihni, mund të ketë deputet i cili pra vendos me vullnetin e vet për ta zhbllokuar. Sepse subjektet politike pra kanë qëndrimet e tyre mbajnë anë, ndoshta thash në vullnetin e tyre politik, mund të jetë ndonjëri i cili pra vendos që ta zgjedh kryetaren e kuvendit, të konstituohet pra kuvendin tërësi dhe të vazhdojmë procedurën. Pra ju nuk keni biseduar me ndonjë deputet individualisht, po ha mendoni që mund të ketë të tillë. Po ne po e lëmë në vullnetin e lirë të deputetit, vullneti i lirë i deputetit është vullneti qytetarëve. Faleminderit shumë.